të çmimeve të tjera. Po, si ndikon kjo situatë e konsumatori i zakonshëm ose tek familjet që i kanë të ardhurat më të ulta? Te kjo pjesë ndikon sepse zakonisht konsumatorët, ekonomitë familjare kryesisht orientohen rreth sektorit të ushqimeve dhe në këtë pjesë kursimet ulen e aq me pak të mendohet të bëhen investime kapitale. Në këtë pjesë ka pas rritje të përgjithshme të produkte, në këtë rast 16.4% të produkteve të kafes, 13.1% të transportit, 11.1% të pemet, që pemet janë gjithë ditë që i prekin gjepat e qytetarëve, 10.1% është mishë që është bukur alarm, sepse është nevojë e përditshme, 7.9% qëndron qumshti, vezët dhe djathat, gjithashtu 6.9% perimet që janë nevoja elementare, janë përditshme që na prekin secilën gjithë ditë në gjepat tonë. Po së fundmi dukshëm janë shtrejtuar edhe çmimet e biletave të transportit ndërurban. Pse ndodhi kjo pikërisht tani që jemi duke u përballë me rritje alarmante të çmimeve edhe në produkte tjera edhe përfshirë edhe ato esenciale? Po, e kemi pa, është edhe kjo pjesë të shqetësuese, ani pse çmimet e naftës në këtë pjesë, në këtë periudhë qëndrojnë me ulët, po kostoja e jetesës edhe është rritur. Unë mirë po mendoj që në këtë pjesë është dashur të ndërhyjnë të shtetit, të i mbështetet disa shtresa ku e përdorin transportin, si studentët, apo pensionerët, apo njerëz me ndihma sociale. Pra, ende nuk ka ndërhyrë shteti që me ju jap ndihma këtyre? Nga kjo, ende s'kemi parë diçka të tillë, e që është alarm për këtë pjesë, sepse është kosto e papërballueshme sidomos për këto shtresa që i ceka më lart. Po, plus dikush që udhton edhe çdo ditë mundet me pas ende dhe më vështirë. Tash me udhtu edhe më mirë thot po ecin kom se sa me udhtu. A ka ndonjë analizë konkrete se për sa përqind janë rritur çmimet e biletave? Biletat nuk ju rrit në pjesë, do nuk ju rrit në çdo vend, këtë rast e pam në Mitrovicë, Prishtinë. Saktësisht nuk e di me përqindje, sepse nuk kam analizë thellë këtë pjesë, sepse nuk është rritur në përgjithësi çmimet në nivel vendi. Do ju rrit në ndonjë pjesë, sigurisht këtë rast Mitrovica me transport me Prishtinë. Po sa konkurrencë reale ekziston në sektorin e transportit ndërurban në Kosovë dhe ndikon edhe kjo tek çmimet pastaj? Patjetër që ndikon kjo pjesë. Ish dashur të jetë edhe konkurrencë më e madhe, ish dashur edhe inspektorati i tregut të përcjellë këtë pjesë